Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Në fillim të janarit, unë humba babain tim të shtrenjtë. Kisha menduar se isha bërë gati edhe për shkak të sëmundjes së tij për një lam të mirë. Megjithatë, kur humb një njeri që e do shumë, një njeri të afërt, nuk je kur gati. Dhe në këtë episod kam vendosur të flas për dhimbjen, për vajin, për humbjen e njerëzve të dashur. Kam dashur gjithmonë ta bëj këtë temë, por ndoshta për këtë bisedë unë jam sot më shumë gati. Do të flas me një psikiatre, të cilën kam disa sezone që e pres të vi në podcast, por me sa duket ka një kohë për çdo gjë dhe Ariana Areli tha po, pikërisht kur unë kisha më shumë nevojë. Faleminderit për ftesën, Mira. Mirë se erdhe. Dhe më vjen sa keq që ka munguar atëherë kur ti më ke kërkuar dhe faleminderit edhe një herë për këtë. Dhe më vjen po kaq mirë që jemi në këtë moment që mund të diskutojmë të dyja bashkë çfarë humbja është pjesa jona dhe pres me shumë kënaqësi çfarë ti me mençuri ditë ta drejtosh këtë podcast. Faleminderit shumë. Unë ftoj njerëz të mençur. Ndoshta kjo është mençuria ime, që përpiqem të flas me njerëzit e duhur. Dhe akoma më mirë në kohën e dur, me sa duket kjo ka qenë koha. A jeti njëri që beson që disa gjëra kanë kohën e vet, ndodhin, janë të shkruara, disa takime, qoftë dhe ky joni sot? Patjetër, për mua rastësia është mbreti i kësaj bote dhe koha si pjesë e rastësisë pa diskutim që ka vlerën e vet dhe merr vlerën e vet kur vërtet ti e kupton që je në momentin e duhur, në kohën e duhur me dikë që do nxjerrësh më të mirën tënden. Ne folëm pak më përpara për përgjegjësi dhe vërtet që të marrësh pjesë në podcastin tënd është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe unë zgjodha pikërisht atë fjalinë e parë që ti mu drejtove me mesazh. Në janar unë kam humbur babain. Dhe pastaj gjithë propozimin që ju më bët, e kështu mendova që vërtet është koha e dur. Dhe unë besoj në një kohë që duhet vi pikërisht në momentin e duhur. Faleminderit shumë. Edhe për komplimentin për podcastin, por edhe për empatinë edhe ndjeshmërinë. Unë e pres nga një psikiatër, e pres nga profesionistët e fushës në fakt. Por sigurisht këtu nuk jemi për të folur për mua. Unë thjesht jam më gati për ta bërë këtë bisedë, ndoshta jam në lëkurë të një njeriu që ka humbur. Dhe dhimbjen e takojmë të gjithë. Herët apo vonë është ligjësi e jetës, ne vim për t'u ndarë me njerëzit që jetojmë, që takojmë, që duam. Një ditë po, të gjithë ndajmë, humbim gjyshërit, nëse jemi me fat t'i humbim sipas hierarkisë emocionale dhe sipas radhës, pastaj prindrit, pastaj ikim vetë. A kemi ne një biologji të humbjes? Patjetër që është një mekanizëm sa psikologjik, aq edhe neurobiologjik. Sepse fillimisht ne përballemi me humbjen, me shkëputjen. Dhe kjo na streson, si çdo ndërprerje e një raporti emocional. Humbja aktivizon sistemin e stresit që ka përfaqësues madhor kortizolin. Dhe ky fillon dhe na jep shenjat e veta në organizëm, ndërkohë që edhe frika është pjesë e të tërës. Frikë se një ditë kjo do jetë edhe humbja e ekzistencës tonë, frikë se si do të vazhdojmë të bashkëjetojmë me këtë humbje dhe këtu aktivizohet amigdala, që është një tjetër mekanizëm neurobiologjik për të shkuar pastaj edhe te pasojat e kësaj dhimbjeje që krijohet dhe që ndërhyn neurotransmetues të tjerë siç serotonina dhe dopamina, përgjegjës të humorit, të ankthit. Dhe i gjithë ky mekanizëm na shoqëron si fillim me një intensitet të lartë e më pas në rastin më të mirë të mundshëm me një përshtatje që i ul dhe na çon përsëri në ato nivele ku ne mirë funksionojmë edhe me këtë humbje. Pse njeriu në momentet e para, në ditët e para, ndoshta edhe në javët e muajit, refuzon ta pranoj humbjen? Për shembull, ne themi
Ende nuk e besoj, më duket sikur do ta takoj. Është diku aty. Nuk më besohet. Është një lojë që bën mendja jonë. Në fakt është një mekanizëm mbrojtës. Sepse përballja e menjëhershme me humbjen është njësoj si një tërmet i madh i emocioneve tona. Kështu që ai mohimi në fillim duket sikur na sfumon gjithë këtë goditje të parë dhe ne përpiqemi që të fshihemi pikërisht dhe sa mirë që ekzistojnë këto mekanizma të mbrojtjes. Pra është një mekanizëm mbrojtje, nuk është një refuzim, Jo, nuk është një rebelim. Është një mekanizëm mbrojtës i ka cili trupi brenda. na zbut në këtë grushtin e parë, si për të thënë që kjo gjë vërtet nuk ka ndodhur, po ti do presësh kohën. Dhe zakonisht ne psikiatrit e dëgjojmë që ashtu si plaga që është e nxehtë, se ngjajnë shumë mekanizmat tanë, në një kohë të dytë kur kjo plag ftohet, atëherë ti e kupton vërtet çfarë grope të madhe emocionale ka lënë kjo humbje. Dhe në tentativa për të mbijetuar dhe emocionalisht, vjen pikërisht ky mohimi si një mekanizëm mbrojtës. Megjithatë, Ariana, njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe. Nuk reagojmë të gjithë njësoj ndaj fatkeqësisë, ndaj humbjes, ndaj dhimbjes. Disa bien në depresion, disa bien në trishtim, disa në heshtje, nuk flasin, izolohen. Disa nevrikosen shumë, të gjithë janë mekanizma. Dhe ne jemi shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Ashtu siç nuk ngjajmë nga fytyra, ne nuk ngjajmë edhe nga truri dhe nga reagimet tona. Sepse variojnë të gjitha këto ndjesi nga sa lidhje kemi pasur ne me këtë person. Çfarë emocionesh kemi shkëmbyer, sa gjatë ka qenë ky person në jetën tona. Por varet shumë dhe sa trauma nxjerr të tjera tonat, kjo traumë radhës. Është gjithashtu se si ne kemi një personalitet brenda. Dikush është shumë herë më i brisht dhe reagon me forcë ndaj kësaj gjëje. Një tjetër është më intrinsek, do ta mbylli, ta përpunoj dhe pastaj ta vuaj, sepse vuajtjen përsëri e kemi në varësi të si ne jemi. Dhe nuk jemi rastësisht kështu, sepse te ne ka investuar po ajo koha që përmendëm në fillim. Nuk jemi rastësisht këto që jemi. Pra mënyra se si ne reagojmë ndaj një dhimbje apo ndaj një humbje ka të bëjë me backgroundin, me të shkuarën tonë. Sa të lidhur kemi qenë. Nëse kemi qenë shumë të lidhur, reagimi është dhe më i vështirë. Patjetër që po. Megjithatë, ajo që vëre është se nuk ka një vajtim linear. Edhe në rastin tonë, edhe në ditët e pritjes, takimet me njerëzit, ke momente që ke vaj, po ke momente që bisedon normalisht. Pra varet nga një minutazh i caktuar i ditës. Dhe ndërkohë dhimbja është aty. Por ti në një moment e gjen veten ndoshta edhe duke qeshur për diçka. Dhe sigurisht që kjo nuk është mungesë respekti. Asnjëherë jo. Por çfarë është? Unë gjithmonë jam kuriozuar për të qeshurat në funerale. Dhe e kam patur më të lehtë ta mendoj për funeralet e të tjerëve. Se kur vjen në shtëpinë tënde, pastaj është tjetër gjë, po ndoshta e kupton dhe më mirë që ke nevojë ndoshta, nuk e di çfarë ndodh me njeriu që arratiset nga vaji, po dua të më shpjegosh pak edhe biologjikisht. Është ashtu siç ju e thatë, domethënë vaji nuk është linear dhe me sa duket është nevoja jonë për të pushuar pak nga ajo dhimbje shumë e madhe, për ta në thojza ëmbëltuar paksa këtë dhimbje me diçka më gazmore. Dhe nuk është linear sepse ndonjëherë të hedh edhe në ndjenja faji dhe ti e shikon dhe veten tënde duke qeshur një moment, ndërkohë që duhet ishe duke vajtuar thellë për atë që ka ikur. Megjithatë, truri ka nevojë të pushojë, ka nevojë të marrë frym, ka nevojë edhe të ruaj veten e vet, sepse ti e di që kjo është një ngjarje shumë e madhe që të kërkon
këtë lloj reagimi dhe ti je duke e bërë sepse e ndjen këtë lloj reagimi, e ndërkohë brenda teje ti e di që dinamikat do vazhdojnë. Jeta do vazhdojë më pas dhe ty të duhet ta mbash me forcë atë çka ty do të japi energjinë dhe do të bëj të vazhdosh jetën për te. Kështu që është pikërisht kjo që ne zemërohemi ndonjëherë se sa të qeshura ka, bile populli thotë, ua, ka lënë një atmosferë shumë të mirë ai që iku, thjesht dhe vetëm për ta justifikuar mëkatin në thojsa që po bën duke treguar një histori. Nuk është se e ka lënë atmosferën e mirë ai që iku, në fakt. Jemi ne shturion që përpiqet manipulojë situatën. Jemi ne që sigurisht duam të sfumojmë humbjen dhe t'i japim akoma kredita atij njeriu që iku për ta parë edhe një herë që dhe pse iku, ka lënë këtë gjën mbrapa që neve po na shërben. Pra është një miks të ndjesish, emocionesh dhe interpretimesh, ndërkohë gjithmonë si mekanizëm mbrojtës. Unë mendoj që dhimbja që ja kalon të gjitha dhimbjeve dhe ajo fjala që nuk është në fjalor, pra kur humb një prind je jetim, po nuk ka një fjalë kur një prind humb një fëmijë. Nuk ekziston në fjalorin shqip. Nuk e di për gjuhë huaja, por nuk është se e haset. Nuk është gjetur ndoshta një fjalë për këtë dhimbje dhe duhet jetë një dhimbje e pamat. E megjithatë, me gjithë vuajtjen dhe dramën e madhe, ne të gjithë kemi parë raste njerëzish cilët janë rimëkëmbur. Jeta ka vazhduar në një kuptim. I shëron koha të gjitha, Ariana, apo njeriu është i ndërtuar të bashkëjetojë me humbjen, edhe kur ajo është fatale, siç mund të jetë humbja e një fëmie. Patjetër që ndoshta sot po e përmendim shumë mekanizmin mbrojtës. Po përmendim edhe që reagimet janë nga më të ndryshmet. E gjithsesi një humbje e tillë që është një grop shumë e madhe emocionale, që koha gjithashtu, por jo vetëm koha, edhe ritualet, ndoshta edhe frenetizmi i jetës me cilën secili nga ne jeton, nga ana tjetër edhe raportet tona sociale, përpiqen që këtë grop të madhe emocionale ta mbushin ngadalë dhe sa më e madhe tjetë kjo gropa, sa më i madh tjetë përjetimi ynë, sepse është shumë reciproke. Aq më shumë duhet që ne të rimëkëmbemi nga këto humbje shumë të mëdha. Gjithsesi, po të shikosh dhe të gërmosh në popull, gjenden shumë shprehje që deri diku justifikojnë këtë marrje. Zoti ma dha, Zoti e mori, e dëgjojmë shumë shpesh. Dhe besimi ndonjëherë është një pikë referimi që lehtëson deri diku këtë lloj vuajtje që pastaj koha është shëruesi më i madh. Dhe këto raportet sociale që ne pastaj i zgjedhim t'i kemi me kohën. Dhe pikërisht humbjet ndonjëherë bëhen edhe selektor shumë të mirë për ato që ne na gjenden afër dhe na japin ndoshta dhe eksperiencat e tyre, ndoshta edhe din të prekin atje ku ne jemi shumë më të lënduar për të bërë melhemin e plagës. A kemi ne nevojë të humbim? Jemi ne të projektuar, të ndërtuar si qenie që duhet humbim? Çfarë të mirash na sjell humbja? Se ne flasim për të këqijat e saj, për dhimbjen, për vuajtjen, për mungesën, 1000 gjëra, absolutisht. Po, a ka nevojë në fakt njeriu të humb? Patjetër. Shiko, dhe lindja dhe vdekja janë një rinisje dhe një humbje në fund. Pra është një ligj i natyrës me cilin ne jemi projektuar që ta përballim dhe të mësohemi. Dhe humbja, sigurisht, e parë kështu, e shikojmë shumë të zezë, por si çdo gjë që ka dhe anën e vet pozitive, ka dhe shumë të mira, sepse ne kështu shikojmë vlerën e kohës. Ne kështu shikojmë vlerën e dashurisë, sepse shpesh kuptojmë që nuk i kemi dhënë shumë kohë atij që na ikën papritur.
shikojmë që nuk i kemi treguar kaq shumë dashuri sa do donim atij njeriu t'ja tregonim, sepse ai ka hikur papritur dhe ne nuk kemi mundur t'ja themi gjërat. Mësohemi me humbjen për të rivlerësuar dhe njëherë jetën. Dhe sot ne jemi fokusuar tek humbja e jetës, po ne kemi shumë humbje gjatë jetës, nga më të ndryshmet. Kështu që të gjitha këto na mësojnë vlerën në fund të fundit. Pa humbjen ne nuk jemi qenie reflektuese dhe ne nuk kuptojmë vlerën e gjërave. A mësojmë ne ama? Sepse mësojmë pak, më duket, po të gjithë kthehemi në zakonet tona. Pra ditët e para pas një funerali apo pas një ndarje, pas një divorci, ndarje të ndryshme, se ndarja nuk është vdekja, po ka dhe ndarje për së gjalli, ka dhe duket sikur jetojmë pak, kemi marrë disa leksione, apo kur shërohemi nga një sëmundje, dhe kemi marrë disa leksione dhe i mbajmë ato, po gradualisht jeta fillon i fshin dhe bëhemi të njëjtat qenie egoiste dhe harraqe. Është e vërtet. Pse truri jo nuk i mban ndezur këto receptorë? Sepse normalisht, meqense më shumë është një dhimbje, ne kur përballemi, nxjerrim objektiva, nxjerrim detyra, bëjmë reflektime. Nxënësit më të mirë në botë të jetës bëhemi. Sa po kthehemi nga varrezat, kthehemi me mendje tjetër, domethënë. Por në fakt, për fatin e mirë, njeriu është një qenie që ka dhe harresë. Dhe kjo harresa është përsëri një mekanizëm mbrojtës, që na çon prapë te ato prioritetet. Dhe kjo jetë frenetike na vë përpara këto prioritete dhe na bën të jetojmë si të pavdekshëm dhe të harrojmë edhe një herë tjetër që këto humbje janë gjatë gjithë kohës mbrapa shpinës tonë. Rrim pak këtu te harresa, se gjithmonë më tërheq Ariana, pse truri jon i fshin disa kujtime dhe mban ndezur disa kujtime të tjera që ndoshta janë periferike dhe nuk kanë as rëndësinë atyre kujtimeve që janë fshirë, apo kemi ndonjë kujtim që do donim shumë të na e fshinte në mënyrë automatike dhe kjo nuk ndodh dhe është aty na përsëritet, sikur na, nuk po them kërcënon, po na bezdis. Po, është kjo gjë ne si psikiatër e hasim shumë shpesh, sepse pas traumave duket sikur është fshirë totalisht ai momenti traumatik. Sepse truri do të vazhdojë funksionin e vet. Dhe nëse gjithë energjinë e tij e mban të ndezur kjo traumë, atëherë ne nuk do kishim atë fond energjie për të vazhduar gjëra që vërtet na interesojnë, për të vazhduar jetën tonë. E ndërkohë ky lloj selektiviteti ka lidhje shumë me sa trauma ne kemi kaluar në fëmijëri, që në fakt i kemi në pavedien tonë, po diçka e ngjashme e ardhur rishtas e bën që të rikujtohet dhe të mbahet më gjatë pastaj në ndërgjegjen tonë. Shumë shpesh e kërkojmë me forcë që kjo gjëja të mos jetë, por gjithsesi ajo kokfort qëndron aty dhe vazhdon të marrë nga energjia jonë. Shërohen traumat e fëmijërisë? Për fat ekziston psikotraumatologjia, një metodë e cila normalisht tenton që t'i nxjerrë aty ku ne i kemi të mbyllura në një bodrum të errët, po kur nuk kalben. Ato në rastin më të parë do dalin dhe do i mbivendosen asaj traume që sapo kemi përjetuar. Ndërkohë që psikotraumatologjia, por dhe disa metoda shumë të mira që ne i kemi në traditën popullore, bëjnë që psikotraumatologjia bën që këto të dalin në sipërfaqe, ndërsa këto tradita të mira që ne kemi bëjnë që të mos zhyten në këtë bodrum. Është shumë gabim nëse ne themi për shembull, "Ua, boll, mos qaj." Jo, duhet qarë, sepse është një lloj katarsis. Është një lloj si një ushqim që ti papritur e ke ngrënë të helmuar, të themi, dhe duhet ta nxjerrësh. Është i gjithë kujtimi jonë me këtë njeri që kemi humbur që duhet folur, nuk duhet prekur dhimbja.
duhet prekur që ajo të bëhet eksponent dhe pastaj të mos jetë ashtu si një spiun i fshehur që del pikërisht kur neve nuk e duam. Domethënë na mjafton ajo dhimbje, ndërkohë që truri ka nxjerrë të tjerat. Me një ritëm jete të shpejt dhe të vrullshëm, kur nevojat për të patur zgjidhje bankare cilësore janë thelbësore për ju, përgjigjen e gjeni tek Abibank online dhe mobile banking. Ky shërbim nuk është thjesht një mundësi, por është mënyra më e zgjuar për të menaxhuar financat tuaja. Përdorimi i thjeshtë dhe i sigurt nga laptopi apo telefoni juaj ju lejon të kryeni transaksione, paguani faturat dhe detyrimet tuaja menjëherë, kurdo dhe kudo që shkoni. Shkojmë tek episodi. Si një psikiatre me përvojë, çfarë përshkrimi do të mi bëje trurit në dhimbje? Nëse do ta merrje, nuk është prozaike, po do të përshkruaj një tru në dhimbje, si komunikojnë, çfarë ngjyrash, çfarë gjendje ka. Unë besoj që përveç se trurit asgjë tjetër në trupin tonë nuk e di që jemi në dhimbje. Është vërtet. Ai na thotë që po na dhem diçka. Ai percepton. Unë e bëj shumë shpesh të krahasimin, sepse të ne vinë raste plot. Do ta shikoja si një qytet ku në varësi të secilit nga ne ka rënë një tërmet shumë i fortë. Dhe në varësi të secilit si ne e përjetojmë, tërmeti mund të jetë 3 ball, mund të jetë 6, mund të jetë 12 ball. Dhe forcat tona që duhet të rindërtojnë këtë qytet, që duhet përsërit jetë i zhurmshëm, duhet përsërit ketë ndërtesa ndoshta më të bukura se ato të parat, të jetë më i gjelbëruar. Pikërisht këtë unë e shoh herë mbas here dhe kjo simbolik më vjen, domethënë, kur përballem me njerëz që nga një vuajtje emocionale deri ke depresioni, variojnë si ky qytet që ka... Cilët janë neuronet që janë heronjt, supermenët e këtij qytetit, që mund ta ndihmojnë për ta ringritur qytetin? Janë pikërisht ato neurotransmetues të cilët ndërhyjnë në të parët dhe që prishen të parët. Është pikërisht serotonina dhe dopamina. Hormoni i lumturisë i quajtur ndryshe, serotonina sidomos, që kërkohet të nxirret nga aty ku ne kemi, por nga ana tjetër edhe duhet të investohet për ta nxjerrë aty ku është. Shumë shpesh unë e them, ne serotoninën e kemi kërkuar gjatë gjithë kohës në tru, po është në sistemin ton të tretjes dhe ngjan shumë dhimbja jonë psikologjike me dhimbjen fizike. Është shumë karakteristike që pas traumave ne gjejmë një interesim të traktit të tretjes. Pra duket sikur ke gëlltitur një realitet shumë të dhimbshëm që të ka ngecur dhe ka shtrëngime në stomak, ka boshllëk në stomak, ka ndjesi si nauze dhe për të nxjerrë, ka një lodhje totale, domethënë një vuajtje dhe të organizmit, dhe duket tamam sikur ky realitet ka ngecur diku dhe truri e delegon dhimbjen e vet tek këto organe që janë gjithashtu shumë të inervuara dhe që të gjitha këto tentojnë ta nxjerrin këtë dhimbje në një formë. Është shumë interesante vërtet. Shumë shpesh përfundojnë te gastroenterologët të tillë pacient, domethënë. A ka një mënyrë për ta mbajtur të shëndetshme në formë nusen serotonin? Shiko, janë gjithmonë ato çka ne i rekomandojmë edhe kur jemi të shëndetshëm, në fakt, duam ta përgdhelim këtë nusen dhe ta mbajmë gjithmonë ashtu të bukur. Më shumë se kur pas humbjes duhet patjetër të bëjmë udhëtime. Dikush do më thotë mëkat, çfarë? Unë duhet gëzohem, ndërkohë që kam brenda meje një dhimbje shumë të madhe. Po, duhet të neutralizojmë deri diku ato neurotransmetuesit e tjerë të veshur me zeza, që duhet këtë nuse të mos e cënojnë.
është aktiviteti fizik. Zakonisht ne impulset negative, mlefet, rebelimin ton, duhet në një formë fizike ta shkarkojmë. Dhe është pikërisht ky efort fizik që na bën që ta nxjerrim këto impulse. Sa mirë që e the këtë, sepse vetëm para pak ditësh po i thoja mamit që ajo gjithmonë ka ëndërruar të shohë Venecian, edhe i them që ky është një moment i mirë që ndoshta për festën e 8 marsit bashkë me motrën të shkojmë dhe t'i bëjmë një udhëtim atje. Sigurisht që ajo refuzon. Reagimi. Sepse nuk e koncepton këtë gjë që duhet ta bëj, unë nuk mund t'u thoj kaq shpejt, unë jam në zi, jam e trishtuar. Shpresoj ta dëgjoj dhe ndoshta të dëgjoj, por si pak vështirë të dëgjojnë prindërit tanë. Nëse më lejohet. Po, të lejohet gjithçka. Unë kam një rast konkret timin. Domethënë, kur unë humba babin, isha shtatzan. Dhe babi, e kam thënë në pothuajse të gjitha intervistat, ka qenë ai idulli im. Edhe imi. Më i miri në botë. Janë ngjyrat që tashmë na shikojnë edhe na mbrojnë, po më njëherë pas ikjes së tij, unë linda vajzën e vogël. Dhe lindja e saj nuk ishte një ngushëllim për mua, sepse më erdhi një traumë e dytë. Vajza e vogël e imja lindi me një problem shumë të madh në zemër që diskutohej vazhdimësia e jetës saj. Nuk është që unë harrova timat për t'ju përkushtuar vajzës time, por që ai lloj angazhimi për të fituar një jetë dhe mos të humbur një jetë tjetër, që patjetër ishte një jetë që kishte dalë nga unë, por tashmë ishte një ëngjëll tjetër që priste nga ne për të vazhduar jetën e saj. Dhe unë sot e kësaj dite më duket sikur babai im iku për të më sjell një dramë akoma më të madhe më pas. Dhe shikoj gjithmonë kështu, sikur ai e solli këtë gjë dhe ne bëjmë ato lidhjet tona, domethënë i japim kuptim një gjëje që s'erdhi rastësisht, pikërisht për të më mbledhur mua mendjen dhe për t'u angazhuar fort me Megin që ajo të vazhdonte të jetonte. Që për fatin e madh ajo bëri ndërhyrjen dhe që sot është një vajzë super e shëndetshme, që vazhdon ta kujtoj me siguri edhe gjyshin e saj që i dha pjesë nga jeta e tij. Me siguri i ka lënë mirësinë e vet. Edhe është e bukur se populli, të gjitha përgjigjet janë tek populli, te fjalët e popullit. Më kujtua ajo mos të raft për ta harruar. Për me u harru. Është tamam, populli është filozof dhe populli nuk i nxjerr kot, domethënë i nxjerr nga shekujt. Është psikiatri, psikoterapisti, filozofi, profesori më i mirë për jetën dhe për çdo këshill që vjen prej tyre, është e çuditshme. Ne ju rikthehemi këshillave ose gjërave që kemi dëgjuar nga gjyshërit, nga prindrit. Duke ndonjëherë shumë është tamam. Ja kalojnë kamys. Është melhemi për plagën, po që të vjen kaq mirë dhe ta shëron kaq shpejt, sa ti mund të dëgjosh historira, ngushëllimi, mund të dëgjosh plot e plot thënie. Ajo e popullit është pikantja. Përveç udhëtimeve, çfarë janë mënyra të mira apo gjëra të vogla se ndoshta ajo të gjithë kanë mundësi dhe kohë për të udhëtuar. Po çfarë mund të bëjë një njeri gjatë ditës, disa zakone që të ndihmojnë trurin të jetë pak më i ëmbël, më i dashur edhe me dhimbjen edhe më i qetë. Ato ritualet që ne bëjmë e kornizojnë dhimbjen tonë. Domethënë edhe ndezja e një qeriu, po dhe vajtja në vareza për shembull. Ku ty të duket sikur po e takon atë shpirtin e atij dikujt dhe ti ndjehesh shumë herë më pranë. Nëse di pse po nuk më duket fare sikur po e takoj. Shkoj, po nuk më duket sikur po e takoj. Sepse përjetimet nuk pranoj që ai është aty, më duket kam ardhur këtu, po unë e di që ti s'je këtu. Akoma te mohimi, prandaj edhe ka përjetime nga më të ndryshmet. Edhe kjo varet nga afërsia. Domethënë babai është shumë i shtrenjtë. Kështu që perceptimi i kësaj dhimbje është dhe një lloj mbrojtje për ty që nuk do akoma që ta. Të gjitha këto bisedat, patjetër, hynë në ritualet tona, çfarë ne vazhdojmë dhe i bisedojmë gjërat dhe
por dhe lutja në objektet e tek kultit. besimi. Për ta, domethënë është një lloj çfarë ti krijon lidhjen dhe e sjell më pranë në këtë gjë. Lutesh për të dhe dukesh sikur dhe ti po i jep një ndihmë që atje të jetë sa më mirë ashtu siç ti dëshiron. Ariana, për shembull, kam vënë re te vetja, tek shoqet e mia, tek njerëzit në përgjithësi, se po flasim për dhimbjen në të gjitha dimensionet. Dikush për shembull që del nga një histori dashurie dhe është ndarë, pasi ka folur shumë me disa njerëz dhe kupton që e ka tepruar, gjen të tjerë për të vazhduar për të folur. Ka dhe një notë, ndodh, mjafton të gjej njerëz për të folur. Dhe ka një tendencë për të folur shumë për dhimbjen. Unë nuk e di pse, ky nuk është mendim profesional, ky është mendim personal, që gjithmonë kam menduar që sa më shumë flasim për një dhimbje, më shumë e shtojmë dhe e mbajmë gjallë atë. Dhe ndonjëherë kur nuk flasim shumë, sikur vërtet e harrojmë pak. A qëndron kjo? Ka një shpjegim edhe profesional? Kjo është e vërtet, domethënë, ka në shumicën e rasteve persona që duan që ta tregojnë, përdorin gjithë konotacionet emocionale, japin në detaje ajo që thoni ju, nga njëri grup kalon te grupi tjetër. Gjejnë gjithmonë njerëz që vetëm ta mbajnë gjallë atë narrativën. Por ndërkohë ato tregojnë dhe ndërkohë duan të marrin edhe feedbackun, duan të marrin një lloj opinioni që o të konfirmojnë çfarë gjërash kanë bërë mirë apo keq. Dhe është e vërtetë që në një farë mënyre e mbajnë gjallë dhimbjen, por nga ana tjetër është ajo që tham, ato janë duke bërë katarsis të kësaj gjëje. Vërtet janë duke i fryr atij zjarrit që po i djeg, por ama këtij zjarri që po i fryn, ky do shuhet më shpejt në të vërtet. Do bëhet më shpejt hi. Edhe pse e ndjejnë dhimbjen dhe e perceptojnë shumë herë më fort. Kështu që ka mënyra këndvështrimi, pa diskutim, sepse e paguan me kohën ky njeri këtë zjarr. Kur i sheh gjërat në perspektivë dhe shikon veten për shembull që për shumë kohë ke vuajtur për dikë, për një të dashur, për një punë, për një marrëdhënie miqësie të prishur, edhe e ke përjetuar, e ke mbajtur dhe papritur, ti nuk e mban mend ditën që nuk e kujtuar për të, po është fshirë gjithçka dhe nuk të thot më asgjë. Ti je i njëjti njeri. Pra ti i njëjti trup, ti nuk je njeri tjetër, dhe gjithmonë më ka kuriozuar shumë kjo, si i fshim gjërat brenda një dite dhe i mbajmë gjallë për shembull me vite dhe pa pritur stopohet edhe ti nuk e hap më atë derë. Sepse truri ka shumë sirtar të memorjes. Dhe normalisht të sirtarët tonë vazhdojnë dhe mbushen. Vazhdojnë dhe mbushen edhe pse ne kemi prioritete në jetën tonë. Ndërkohë që nisur edhe nga dhimbja që mund të ketë krijuar kjo humbje, që normalisht truri nuk do ta mbaj gjatë, e percepton edhe me inatin, edhe me gjithë analizën që ti bën dhe me gjithë sa zhgënjyese ka qenë se ti ke investuar në gjithë këtë gjë. Megjithatë, ai në fundit do të mbrojë veten e vet. E mbyll këtë sirtar dhe diku ku ka një element i cili mund të ngjaj me çfarë ky sirtar që nuk është me kapakun prej druri, por e ka prej xhami, diçka atje del që ngjan me këtë traumë që ti përjeton aktualisht, të bën lidhjen dhe ti thua, ua vërtet, si e kisha harruar unë këtë gjë? Ta riprodhon thjesht dhe vetëm si një dhe për të thënë që unë truri me gjithë funksionet e mia këtu jam, por ndërkohë kam dhe unë mekanizmat e mi të mbrojtjes. Si e afektojnë, apo si e ndikojnë trurin gjërat e reja? Për shembull, të shkosh në një vend që s'e ke parë asnjëherë, e shikon për herë të parë, të takosh një njeri, të kesh një njohje të re, një lidhje të re.
ka shumë shpjegime për shembull për Hollywoodin, ata duken aq të bukur jo vetëm nga make-up artistët apo parukierët e tyre apo nga jeta apo se kanë para, por ata e mbajnë dopaminën dhe serotoninën gjallë duke mos ndënjur në martesa të kalbura dhe duke patur kurajon për të gjetur dashuri të reja, kanë një film të ri, kanë një festival filmi, kanë një çmim. Janë njerëz që marrin ngacmime të ndryshme dhe ndoshta për këtë arsye edhe rrezatojnë. Ata janë një shembull për të na e kujtuar që truri për këtë ka nevojë. Patjetër që rigjenerimi dhe mënyrat të cilat ne na çojnë në këtë lloj stimuli ku nuk mbetemi në stagnacionin e rutinës, nuk mbetemi në stagnacionin e gjërave që tashmë na kanë ngopur, kanë arritur një nivel. Ngopja. Nuk flas tu për martesa apo raporte të cilat përsëri duhet të gjejnë mënyra për të bërë interesante dhe për të rindezur, por për aq më tepër për raporte toksike, qoftë në shoqërinë, qoftë brenda marrëdhënies, apo për këtë lloj toksiciteti kur humbim pa dashur dhe pa qenë kjo e gjitha në dorën tonë, patjetër që vlen. Sepse qeliza e trurit është si të gjitha qelizat tona. Përveç se ka tendencën që të kurret dhe të vi drejt plakjes, e plakja vjen edhe me uljen e pritshmërive, dhe me uljen e energjive, dhe me uljen e raportimit, me një lloj rutine që nuk është më e shëndetshme, duhet patjetër gjetur stimuj, të cilat udhëtimet janë nga gjërat më të mira, prandaj themi që duhet bëjmë sa më shumë udhëtime që të krijojmë kujtime. E mora mesazhin, dhe kur nuk mundemi patjetër që këto janë. A plaket trupi në të njëjtën kohë në sinkron me trupin? Truri në sinkron me trupin? Patjetër. Patjetër janë që të sinkronizuar, shkojnë bashkë. Patjetër që po. Është ligji i famshëm i Gaussit, kur ne vim nga një zero, ikim në një maj dhe vazhdojmë edhe si për të gjitha qenjet. Si për lulen, si për makinën. Kështu është edhe brenda trupit ton çdo organ. Ka majën e vet dhe pastaj vazhdon. Përveç shpirtit, që nuk e dim ku shkon, ku fluturon. Është pjesë pastaj që një gjë ende e panjohur që ne mund të japim për fatin e mirë kuptimet tona si të duam. Çfarë mendon një psikiatre për shpirtin? Pasi kam lexuar një përkthim të Timo Flokos, ka bërë një përkthim shumë fantastik të një libri që quhen Shpirti. Timo romantik, sa i mirë. Të aktivizohet një pjesë e trurit për të parë që vërtet ne jemi vetëm në një sipërfaqe të tij. Ne funksionojmë vetëm me një minimum të tij. Bëj shumë shpesh shaka duke thënë, ca statistika thonë që është 17% e trurit e zbuluar. Kush e di kush është 100% e trurit dhe 100% i imi nuk është 100% i jotit. Janë ca shifra që bëhen ndonjëherë a priori për të thënë për mua truri është një enigmë e mbështjellë në gjëz që nuk mundemi kur të kuptojmë deri në detaje se si ai funksionon. Mendo, kur nuk e kuptoni ju psikiatrit, që jetoni, studioni, neurokirurgët, të gjithë ato që prekin. Kur i pyes neurokirurgët, më thonë kjo është pyetje për psikiatrët. Kur pyes psikiatrët, më thonë kjo është një pyetje për neurokirurgët. Askush nuk merr përsipër. Është enigma, është enigma. Ajo ndoshta është edhe e bukura. E vërtet. Nëse e zbulojmë? Është e vërtet. Dhe unë gjithmonë them faleminderit intuitës që zgjodha këtë lloj profesioni, i cili merret kaq shumë me të panjohurën dhe më bën të takoj kaq shumë njerëz në dimensione kaq shumë të ndryshme, nga cilët në fund të fundit vazhdoj dhe përsosem. Ky është egoizëm, po gjithsesi. Lindi me intuit apo e krijojmë gjatë rrugës? Se disa njerëz kanë intuit fort, disa jo. Mendoj që disa tipare të personalitetit janë edhe të lindura. Dhe pastaj është fat se si ne i zhvillojmë gjatë kohës, dhe është fat çfarë koha na sjell në momentin e duhur, me të mira dhe të këqijat e vete, ta zhvillojmë të lloj intuite. Nga cili prind trashëgojmë më shumë tiparet personalitetit, nga mami, nga nana?
Unë do thoja që ne shablonojmë më tepër tiparet të personalitetit. Nëse idealizojmë nënën, mundohemi në mënyrë të pavetdijshme që të impostojmë tipare reagime nga ajo. Okay. Nëse idealizojmë babain, po kështu, ndonjëherë ka raste idealizon gjyshen, hallën, tezën, dhe gjithë habiten ku shkojnë gjau kaq shumë, sepse është personi që mund të ketë tërhequr, sigurisht jo rastësisht, dhe ti ke bërë tamam shablone brenda teje që të bën t'i ngjash. Jo në zyrën tënde të punës, jo në aspektin vetëm profesional, po sigurisht profesioni është aty se pa të nuk ka këshilla. Po njerëzve të tu të dashur në dhimbje, çfarë këshille u jep Ariana Reli? Po t'ishte për mua si psikiatre, unë jam shumë biologjike në këndvështrimin tim dhe do shikoja ku po bëhet një dhimbje shumë më tepër se që një njeri mund ta mbajë dhe t'i japi një faturë të lartë në kohën e dytë. Kështu që intuita dhe instikti i parë është merr diçka. Domethënë një medikament të thjeshtë, një mpirës të thjeshtë të ankthit të momentit. E tjetra është që duke qenë psikiatre, kam edhe qasjen time prej një psikoterapisteje të momentit. Nuk jam, por të momentit. Është ajo fjala që mundohem t'i them të gjithëve. Një gjë që nuk e mbajmë dot dhe na iku, pavarësisht nesh, thjesht duhet ta pranojmë dhe të vazhdojmë, ta mbajmë aty për sa kohë nuk krijon një dhimbje të madhe dhe nuk na pengon, dhe të vazhdojmë jetën tonë, sepse e gjithë energjia duhet për diçka që të bën të ecësh përpara, pavarësisht se e ndjen veten duke qëndruar në vend për momentin. Ariana, faleminderit shumë. Faleminderit ju gjithmonë. E pes që fluturoj? Diku të 50 minuta? Wow. Faleminderit Mira. 10 minuta? Është vërtet vetëm 10 minuta se njeriu e mendon, do me thënë dhe ato draftin që ti më çove, pa diskutim unë thash këto pyetje duan një përgjigje shumë të shkurtër, po ti nxjerr deri kjo historia e jetës më doli këtu. Po. E kisha harruar. Po. Doli. Ju ndodh shumë të ftuarve kjo. Rehatohemi aq shumë këtu. Po. Është intimiteti i bisedës. Edhe kujtojmë se kamerat nuk janë, edhe njerëzit flasin dhe është e çuditshme, po njerëzit e kuptojnë, audienca e kupton gjithmonë. Kur dikush është i sinqert plotësisht, kur dikush është me gjysma. Po të tërë i kemi intuita jonë aty është moj. Puna është sa ti jep impaktin që të gjykoj ose të interpretoj ç'a bën. Një çaj me ginger na bën mirë? Gingeri e diti që është njësh edhe për përmirësimin e qarkullimit gjakut cerebral. Gingeri njësh. Sepse është dhe hollues i sistemit qarkullimit gjakut. Unë e përdor gingerin shumë, po tani do ta kem parasysh, mos ta harroj. Është një integrator për shembull që e kam fut tani, ka Gingo, është fantastik. Ka Gingo, 800 mg në nivel kështu trajtues vërtet, që është për përqendrimin, për memorien. Ka Ginger për përmirësimin e qarkullimit cerebral, për këtë nervin vestibular që është njësh për ekuilibrat dhe që akuzohet shumë edhe për demencën tani, ka një nga teoritë. Ka vitamin B1, B3, B6, B12 që i përgdhel nervat dhe periferik dhe qendror. Ka vitamine E antioksidant që është për këto streset të përditshme. Ka dhe acid folik që është për imunitetin. Është në farmaci? Yll. Si quhet ky? Aurisav yll, po të them. Okej. Unë jam droguar me Aurisav. Okej. Dakor. Ja ku e bëm dhe podcastin pa kamera. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Mira, sepse në fund fare unë them një gjë që nuk e prek në fakt. E qeshura është ilaçi i gjithave. Është. Po duhet të vijë, Mira. Po. Duhet të vijë. Dhe e qeshura është edhe inteligjencë. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.